Kjo është e tërë historia. Zoti Berisha, me qënë se po flisni për Endri Shabanin, ju keni kërkuar ndjesë po ashtu bashkë me ju edhe deputet të tjerë të cilët kanë firmosur fillimisht për mbështetjen e Endri Shabanit, por fjalët i Merera, dy nënkryetaret e Partisë Demokratike, Ewert Byllykbashi dhe Gazmend Barti, kërkojnë që zgjedhja e avokatit të popullit të dërgohet në gjykatën kushtetuese. A do e dërgoni zgjedhjen e Endri Shabanit në gjykatë? Do të jetë çështje që do diskutohet. Do të diskutohet. Fjalët nuk i Merera. Firmat nuk janë fjalë. Firmat janë tërhequr me firmë. Pra, ndjesa është kërkuar, normale, por firmat e dhëna për Endri Shabanin janë tërhequr jo me fjalë, që edhe me fjalë mund të tërhiqeshin, se çdo njeri ka të drejtën e deklaracës, por janë tërhequr me firmë nga secili. Pra, firmat janë bërë zero nga ata që kishin firmosur. E kisha për ndjesën, duke qenë se shumë militant mbështetës të Partisë Demokratike janë zëmëruar nga ky veprimi i Partisë Demokratike dhe deputetëve të saj. Për t'ju rikthyer pyetjes, a do jepni një akt konkret pra për ta goditur në gjykatë kushtetuese që ju jeni kundra një personi të cilët ka një problem këtu, ka një problem. Ka një propagandë të shpifur, me cilën Edi Rama përpiqet lajdur si Pons Pilati. Dhe u thëmë demokratëve mos u mashtroni. U thëmë qytetarëve mos u mashtroni. Se Endri Shabani kur nuk është zgjedhur me firmat e deputetëve demokratë. Se çdo deputet demokrat me firmë ka tërheq firmën që i është dhënë në një kohë kur ekzistoi një lloj koalicioni për kandidaturën për kryetar Bashkie të Tiranës. Pra, propaganda e vërtetë është e vërtetë kjo. Propaganda është propaganda. Ndaj dhe çfarë u kërkoj unë demokratëve dhe demokratëve, të shohin të vërtetë në sy dhe jo propagandën mashtruese të Edi Ramës dhe kriptoramistëve të tjerë, se nuk sjell asnjë dobi. Lidhur me pyetjen tjetër. Urdhëroni? Se nuk e dërgoni në gjykatën kushtetuese, se ndoshta aty të rrëzohet për zgjedhja e tij. Do një diskutim dhe do një konkluzion. Nuk përbën asnjë lloj problemi ajo. Nuk ishte çështja këtu, se ne nuk ishte për gabim i madh, se ne po kërkonim për pushtet një kandidaturë konsensuale për avokatën e popullit. Jo, ne kërkonim atë për qytetarët, për drejtat e qytetarëve. Por, Edi Rama, në etjen e tij të çmendur të pashuar për pushtet, mori dhe institucionin e fundit. Ky institucion ishte i vetmi që kishte mbetur me një ujdi i emruar. E mori, mirë, kaq e gjithë problemi. Ndaj dhe ne, tani, rruga jonë është rruga e protestës. Ata që kanë guxim të bashkohen me ne në të rrugë, gjirë triumfin e kauzës tonë të drejtë. Diktaturat kur nuk rrëzohen me votë. Diktaturat janë rrëzuar dhe rrëzohen me revolta dhe protestat fuqishme. Për t'ju rikthyer dhe pyetjes së negociatave me Partinë Socialiste, Taulant Balla i konsideroi vendimin tuaj si një akt emocional që do të zhbëhet sa për të kaloj periudha e gjelit të detit dhe baklavas do shkrihet. Ju ka dhënë një afat deri më 22 janar për të zënë vend në karriket tuaja në 2 reforma, por ndryshe do të nisë zëvendësimi. A keni një afat sa do zjas ndërprerja e negociatave? Taulant Toyota Yaris duhet ishte për veprat penale që ka kryer i dënuar të paktën me 30 vjet burg. Porosit si vrasjeve, si pas dokumentave zyrtare,
sipas dokumentave zyrtare, të shkatruara me proces verbale, bashkëpunëtori ngusht i krimit, që shkoi dhe liroi me urdhër të Suel Çels, ky është një ushtar i Suel Çels, terroristët që vunë, tritolin në nshalen e bicikletës së Lulzim Kullës. Bashkë me prokurorin Vath Staka shkuan dhe i liruan. Tauland Balla